Mirëmbrëma të dashur shikues. I ftuari për sonte quhet Justinian Topulli. Justinian, për ata që nuk e din, ka kuptimin njeriu i drejtë, ai që mbron drejtësinë. Dhe unë besoj se personazhi i sotëm e meriton emrin që prindët u kanë dhënë, pavarësisht se nuk e dinin se çfarë do të bëjë ai në jetë. Ai u rrit, studioi për teologji, është hoxh, por ka studiuar gjithashtu edhe për sociologji dhe antropologji kulturore. Ai është aktivist, është një emër i njohur nëpër media sepse vazhdimisht shkruan, bën analizat e tij dhe komentet kritike. Një nga më interesantet e kohëve të fundit që unë kam lexuar ka qenë në lidhje me ligjin për barazinë gjinore, ku ai argumentonte se ligji është kundër natyrës, kundër familjes dhe natyrisht edhe kundër interesave të shoqërisë dhe të kombit shqiptar. Me të sot do të diskutojmë për situatën në Iran, në lindjen e mesme, por jo vetëm, për të parë nëse ajo që ka nisur në Iran mund të përfshijë të gjithë botën, përfshi këtu edhe Shqipërinë tonë të vogël. Mirëmbrëma, faleminderit që erdhe. Mirëmbrëma. Faleminderit ju për ftesën. Besoj që të pëlqen emri, s'ke shkuar kur ndërmend që ta ndryshosh emrin. Ka qenë një zgjedhje e prindërve dhe pavarësisht më pëlqen apo s'më pëlqen, e respektoj zgjidhjen e tyre, por nuk më them që nuk mund të them që s'më pëlqen. Unë deri në moshë të madhe nuk e kisha vrarë ndonjëherë mendjen për kuptimin e emrit tim, jo se nuk e dija rrënjën nga kështjell, pra kastriot kështjellar. Po mbaj mend që kur kam qenë në Shtetet e Bashkuara shumë kohë përpara, kam qenë 30 vjeç atëherë, një çifut që ja kujtoj edhe sot emrin, që quhet Nahum Cohen, më tha çfarë kuptimi ka emri jot në gjuhën tënde. Unë ja shpjegova dhe më tha ti duhet të kërkosh të vërtetën te ky emër. Në qoftë se ty të kanë vënë këtë emër, tha destini jot është që ti të luftosh. Ti je i pamposhtur si kështjellar. Ka një traditë të vjetër që thuhet në fakt që njeriu ka hise nga emri i tij. Pra merr një lloj hise nga emri i tij. Dhe nëse ti shikon një pjesë e njerëzve, është e vërtetë deri diku më fjalë. Ka më fjalë njerëzit shpesh herë marrin element karakteristik më fjalë nga emri i tyre. Edhe pse ka emra shpesh herë pa kuptim, po flas ato që kanë një lloj kuptimi. Si filloi marrëdhënia jote me fenë islame? Shiko, unë jam rreth një familje muslimane. Me fjalë, unë me origjinë familja ime nga Gjirokastra, fisit të popullarëve. Dhe të paktën ne kemi gjinologjinë e pemën familjare të deri në 12-13 breza. Edhe unë jam Gjirokastrit me origjinë. Dhe me fjalë deri para 12-13 brezës kanë filluar që janë islamizuar. Sigurisht unë kam lindur në periudhën komuniste ku feja ishte ndaluar, po nga prindit, nga familja. Fillimisht nga babai. Prindët tuaj edhe gjatë komunizmit e praktikonin në fshetësi? Praktikonin, po besimi ruaj, trashëgoj. Me fjalë trashëgoj besimin tek Zoti kështu. Dhe kjo ndodhi në momentet kur unë në shkollë fillum të mësonin për ateizmin që s'ka Zot, më thash në këto të komunizmit. Dhe normalisht një fëmijë i vogël që referencë ka prindi, sidomos babai në atë kohë, për atë moment babai i tij është gjithçka, me fjalë di gjithçka. Dhe aty pastaj fillova të kuptoj që nuk është kështu. Pra babai ju jepte një optik tjetër, komplet tjetër në shtëpi. Plus po, diçka një guximshëm pas ka qenë. Po sepse vetë familja kanë vujtur nga komunizmi, fshëm. Babai është ndërruar që 5 vjeç bashkë me familjen e tij sepse gjyshi i fut në burg. Po prandaj themi guximshëm se ka pasur pasoja nëse bëj atë propagandë. Fjalë kishte goxha guxim për kohën, me fjalë. Se nëse ju si fëmijë thonit një gjë shokëve apo më të rriturve, ishim të kujdesshëm. Me fjalë se na thoshte çfarë flitet në shtëpi, mbahet në shtëpi, nuk flet për jashtë, dhe unë po themi në regjimin e kam urryer që kam qenë i vogël, nuk e kam dashur. Do të thënë ti qenë fëmijëri e mësuar me një standard të dyfisht, që ka tjetër standard për brenda familjes, tjetër standard sjellje jashtë. Me fjalë babai transmetonte ato ndjesi dhe ato pikpamje që kishte nga jati i cili kishte zhvur këtu në burg, me fjalë një vllai i tij ishte përshkatuar nga komunistët pa gjyq, vetë gjyshi ka qenë në burg. Pastaj familjen internuar, babai që 5 vjeç internuar bashkë me familjen e tij, kështu që kishin një lloj urrëtie ndaj komunistëve, dhe përveç atyre edhe aspekti fetar, me fjalë ishte. Në gjithë kjo mëri me fisin e Çerçistopit. Po shiko, këta ishin zogjistë kryesisht, me fjalë Xhaxhai i Timeti ishte ushtarak. Gjyshi ishte traktar, po ishte edhe antifashist dhe antikomunist, kështu që këta nuk i donin këta njerëz. Kështu që kishte po themi ne mlleft ndaj tyre edhe shprehte. Nuk rezervoi. Kur mendove se doje të bëhesh e hoxh? Në çmosh? Ka qenë rreth moshës 15-16 vjeçare. Me fillë momentet kur po themi ne kur po binte regjimi,
unë kontaktin me fenë e kam pas si përpara se të binte regjimi. Ato literatura e pakët 1 ose 2 libra që ishin ruajtur në fshetësi në shtëpi pa të lexuar ato dhe pa të ndryshuar komplet opinionin për femë se poezia. Pa ta pyetur Timeti, më thoshte disa gjëra, po kuptohet që ai nuk dinte shumë. Pastaj me hapjen e demokracisë kur që mundësia të futej literatura dhe erdhën edhe predikues nga Kosova kryesisht fillimisht, pastaj edhe nga vende arabe. Dhe ku studiove? Unë kam marruar medresen. Më qenë matura e parë që kam marruar në Tiranë. Pastaj fillimisht zhvendosa ke fakulteti informatikës, pak në një aty, pastaj nuk ashtu se doja të shkoja, dhe pastaj u zhvendosa në Arabi Saudite dhe kam studiuar edhe në Mekë edhe në Medinë. Okej, ti nuk qeke spion, domethënë se këta që kanë studiuar në Iran tani janë spion të gjithë. Janë gjithë armiq. Ja, nuk jam spion. Ti ke studiuar në vend aleat me Shtetet e Bashkuara dhe me Izraelin. Unë kam studiuar në një vend që ishte vend ku ka zbritur feja, me fjalë, ku ka jetuar profeti. Dakor, po qeveria e sotme është aleate e Izraelit edhe Shteteve të Bashkuara, kështu që ti nuk dyshohesh për se qarkullet fjalë për një listë 20 personash, Gjergji Thanasi, Olsia Zexhia, Ulon Kalaja, Ertin Goxhaj, që janë spion Tiranë. I fryn këtij muhabeti dhe thon madje që jam dhe unë pjesë e kësaj listës të 20-shës, unë para s'kam marrë akoma, po emrin pas ka dalë në Po listë. unë jam sunit njerë, nuk jam shije, me shiit. Unë s'jam as sunit as shiit. Jo, dakor, po kështu që plus që kam mbajtur edhe qendrim me fjalë jo pro shiite, me fjalë kështu që nuk besoj se mposin ke pro iranian, edhe pse nuk Po me që jemi këtu. Pse është kjo ndarje e thellë politike midis vendeve të gjirit, të paktën pjesës më të madhe të tyre dhe Iranit? Shiko, ndarjet janë historike, fetare, kulturore dhe politike. Nëse themi kulturore, lidhet edhe për shkak se iranianët janë pers me origjinë. Janë pers, po themi me origjinë, po janë pers. Dhe persët kanë qenë rival shpeshherë me arabët. Edhe për shkak se gjithmonë ata që janë fqin krijon një lloj rivaliteti. Një ndërprerje e vogël. Pse u zgjodhi emri Iran për atë vend? Pse nuk vazhdoi të quhej Persi? Është një nga emrat që ka pasur, emrat e vjetër. Jo, a kishte një arsye pse u zgjodh Iran në vend të Persisë? Nuk e di eksakt, po di që është një nga emrat e atij rajoni aty. Nuk është se është diçka që ata shpikën. Pra si Arbëria dhe Shqipëria themi. Po, është një emër që aty rajoni që ata kanë pasur. Kështu që ka pasur një lloj rivaliteti ndërmjet arabëve dhe persëve që ka qenë i vjetër për shkak të gjithmonë fqinjet kanë rivalitet mes tyre. Ata janë kom indo-europian, persët, arabët janë semit. Pra një rivalitet kulturor, pastaj rivaliteti fetar për shkak se Irani janë sekti përkasin shiit, edhe pse Irani nuk ka qenë shiit, apo në kohën, po themin e 4 ose 5 shekull në kohën e Sultan Sulejmanit Selimit, dhe pati një ndryshim me dhunë të Iranit nga Sunni u bën shiit. Po mirë, është kjo ndarje Sunni-Shia e mjaftueshme për të qenë luftë, sepse vërtet janë është një arsye tash, një nga elementet. Okej, po të prestit. Kemi elementin kulturor, pra elementin e rivalitetit pers-arab, sepse duhet dinë që me ekspansionin e islamit dhe të arabëve, Persia rasi perandori. Dhe perandorinë perse me fjalë e shëmbën arabët dhe muslimanët. Persia pastaj u islamizua me kalimin e kohës. Kështu që ka një lloj. Pra ata shohin veten shpeshherë më lart se kjo pjesë. Dhe kjo është një arsye pse edhe tek ata ngjizi, po themin e shiizmit, jo këtë gjithë me fjalë, po me kalimin e kohës sigurisht që ndikoi, sepse pjesa më e madhe e Iranit nuk kanë qenë shiit, pastaj u kthyen shiit. Pra është rivalitet kulturor, më mund të themi racor, se përdojmë të lloj termesh, e kupton. Pra ata janë pers, indo-europian, këta janë arab, fetar. Dhe ajo çka e acaroi më tepër është situatën, është politik me ardhin në pushtet të asaj që quhen të revolucioni islamik i Ayatollah Khomeinit në 1979, ku ato pozicionuan haptazi kundër imperializmit anglo-amerikan, cilin kishin i nata me ta për shkak çështjes së naftës, për çështjen Mozadekut, e më the thashë, ata mos nëse nuk do të kishin rrezuar Mozadekun, ndoshta Irani sot nuk do të ishte ky që është sot, e kupton. Dhe kështu që u shkëput një, po themi, një nga bazat e perëndimit që ishte aty dhe krijoi një rivalitet politik me vendet e gjirit për shkak se ato u bën, themi ne, aleat të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ka pasur diçka tjetër që është e
duhet thuhet faktikisht, Irani duke mos pasur, duke qenë një shtet i pavarur politikisht, pra ai sa mund të jetë i pavarur një shtet i tillë me fjalë. Duke qenë se pavarësisht është shtet i madh, këto po nuk mund të krahasohet po themi ne me Kinë apo me Rusinë apo me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që politika e tyre ka qenë ekspansioni dhe hegemonia përmes mjeteve asimetrike. Si ta kuptojmë këtë? Parë Irani nuk ka ëmbërthamor për te çfarë thonë. Po. Plus edhe ka edhe politikisht nuk ka qenë, edhe nuk ka pas as vendim fetar as vendim politik, me fjalë pranuar edhe nga vetë nga ato shërbimet sekrete të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të mbajtur armë bërthamore. Kështu që duke mos pasur armë bërthamore dhe duke qenë një vend nën sulm dhe rrezikuar për shkak të pozicioni gjeografik, po më të rëndësishëm për shkak të naftës dhe që ata kanë me fjalë si pasuri natyrore që ka dhënë Zoti, dhe për shkak të doktrinës së tyre ekspansioniste. Pra për të përhapur se ata kanë quajtur e quashin eksportimi i revolucionit, kështu që kam quajtur Khomeini, pra përhapja e shiizmit, por edhe revolucionit islamik në vendet e tjera të rajonit. Dhe kjo i ka bërë ata që të mbështesin grupe të tilla si Hezbollah apo Houthit apo në po themi ne Hamas, sepse Hamasi nuk është shiit janë sunita, kupton? Po gjithsesi për të përdorur për kauzën me fjalë palestineze, po ashtu ajo që njihet si Hashd-e-Shabi në Irak, pra për të krijuar atë që quhet në terminologjinë apo e politikës arabe gjysmëhëna shiite. Dakor, po për të krijuar një gjysmëhënë shiite. Për të krijuar një hegemoni në lindjen e mesme, pra në vendet arabe, për të përhapur ndikimin dhe forcën e vet dhe për ta mbrojtur veten. Dakor, po kjo është drejtuar kundër SBA-s dhe Izraelit apo kundër vendeve të tjera sunite të Gjirit? Nuk mund të ndash të gjitha bashkë. Pra, kundër SBA-s për shkak se kundër Izraelit, duke qenë kundër Izraelit është dhe kundër SBA-s, njëkohësisht sepse Izraeli po themi është Amerika e vogël aty, por edhe kundër vendeve të Gjirit për të mbajtur ato në presion, por edhe për të mbrojtur veten mësysh. Me fjalë edhe për të zgjeruar ekspansionin e vet, hegemoninë e vet, por edhe për të qenë i sigurt njëkohësisht. Pra është një i shumë dimensional. Pra, realisht kanë luajtur një politikë që duhet të ndjekë një lloj shteti i cili kërkon pavarësi nga rendi global. Po vendet e tjera të Gjirit, po e lëm Irakun, po vendet e Irakun, po e lëm Irakun, vendet e tjera të Gjirit, pse duhet pozicionohen, pavarësisht se janë sunite, pse duhet pozicionohen kundër Iranit? Në këtë luftë nuk janë pozicionuar kundër Iranit, deri te ku ka mbajtur një neutralitet, sepse e kanë kuptuar që kjo është një grack e Izraelit për t'i futur në luftë ato me Iranin, edhe pse janë dëmtuar goxha nga kjo luftë. Me fjalë unë ndjek pothuajse për ditë lajmet nga vendet arabe, pro dhe kundra që debatet nga këto kanalet po themi ne televizive që janë të njohura, dhe ata thonë këto që ne nuk duhet bim në grackën e Izraelit. Pavarësisht se kundërshtojnë goditjet që bën Irani ndaj po themi ne ekonomisë, jo thjesht vetëm bazave ushtarake. Patjetër që është goditur ekonomia, patjetër që goditur edhe objektivat civil, por kanë ruajtur durimin për mos të rënë në këtë gras, sepse nëse do të fillojë një luftë drejt për drejt me Iranin, kjo është ajo që do në fundit të Izraelit. Dhe e pan që ata nuk ishin në mbrojtjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po, nga Turqia ka retorika që po vin duke u nxehur. Sidomos në raport me Izraelin, retorikat janë për shumë të ashpra. Lider politik izraelit me në krye Naftali Bennett thonë që Turqia është Iraku i ardhshëm. Më fal, Irani i ardhshëm. Që do thot një objektiv për të goditur. Por dhe Turqia kohët e fundit nuk ka mbetur prapën deklarata, si nga vetë presidenti Erdogan, edhe nga Hakan Fidan, edhe nga njerëz të tjerë, po i kundërpërgjigjen dhe madje po identifikojnë me Hitlerin Netanyahun dhe me Gjermaninë naziste regjimin e Izraelit. Këtë retorik nuk e shikojmë nga vendet e tjera të Gjirit. Ku është diferenca e vendeve të Gjirit në raport me atë që po ndodh në Gaza? Shiko, Turqia sigurisht Turqia është futur në këtë polemika për shkak të Gazës. Okej, duhet kemi parasysh që shpesh herë retorika nuk përgjigjet me realitetin. Jo, patjetër. Presidenti Erdogan përdor edhe për konsum të brendshëm. Presidenti Erdogan është i njohur për këtë lloj, po themi, populizmi shpesh herë. Por më tepër që Turqia sot nuk është më ajo Turqia e para 20-30 vjetësh, ka një lloj pavarësie, do të themi, edhe pse është pjesë e NATO-s, më thënë, nuk ka lloj pavarësie që ka Irani,
Po ka një lloj pavarësie. Kur ndërkohë që shtetet e gjirit janë shumë të brishta, janë, po themi ne, në nivel për të ardhur keq. Janë arab, janë një kom, një fis, një gjuhë, një fe. Urim punën të përçarë për interesa politike të atyre mbretërive apo principatave që jeton aty. Dhe ato janë vlerësit më të mëdhenj të armëtimit amerikan. Urim punën nuk shërben asnjë gjë vetëm se për të mbajtur ata në pushtet. Kështu që ata nuk intereson të prishin me asnjë, aq më tepër që të prishin me Amerikën. Nëse prishin me Izraelin, do të thotë që prishin me Amerikën. Sigurisht ata të prishur janë me Izraelin në kuptimin që nuk është se kanë marrëdhënie diplomatike përveç atyre që kanë krijuar nën presion amerikan këto akordet abrahamike. Por sigurisht që ata nuk e duan as Izraelin as Iranin. Kjo është situata e tillë, mirë po nuk mund të acarohen deri në atë pikë se ata e dinë që nuk janë në gjendje të përballen jo vetëm me Izraelin, por nëse ata do të jenë shumë armiqësor deri në qoftë në retorik, pra nuk e kanë atë lloj guximi siç e ka Turqia, do të kenë dhe e kanë lloj presioni nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për ditur që se si operon lobi sionist në Amerikë, që zëre se Amerika është Izraeli i madh, Izraeli është Amerika e vogël. Pjesa më e madhe e tyre janë monarki, për të mos thënë monarki absolute. Sigurisht monarki. A preti që të ndryshojë diçka në këto vende në mënyrën se si populatat ndihen, pasi janë ekspozuar ndaj një lufte që nuk është e tyre, sepse nuk e kanë sulmuar ata Iranin. Sigurisht. Në plan afatgjat nuk besoj. Sepse ka dhe një element social që këto vende kanë mirëqenie të lartë deri diku. Për shkak të naftës, më thash kupton. Dhe njerëzit përgjithësi që jetojnë rehat nuk para ngrihen. Në revolucion. Po në Shqipëri që nuk ngrihen, jemi mirë ekonomikisht? Jo, s'kemi ku njerëz që të ngrihen. Kanë ikur gjithë ajo rini me fjalë që mund të ngrihen. Unë kujtohet vitet 90, edhe pse isha 15 vjeç apo 16 vjeç. Kush dinte të demonstrata? Unë kam dalë vetë me ata. Por sot nuk jam më 15 vjeç, si dikur, dhe me 80 vjeçar nuk përmbyset regjimi i Ramës. Kjo është arsyeja thua që nuk protestojnë shqiptarët? Po do gjak të ri pak. Do pak rini. Përveç kësaj, me fjalë ka dhe arsye të tjera, sigurisht, po një nga arsyet është. Unë pash një servis elementi sociologjik ta sepse ka dhe arsye të tjera. Pash një servis të Al Jazeerës në Beograd kishte protesta pro Palestinës, që unë nuk e prisja. Unë mendoja që për shkak të indoktrinimit që atyre ju është bërë nga kisha, sepse atyre ju thonë që kur kanë në habit për herë të parë dëgjoj. Po mund ta kërkoj ta gjej atë, dhe mund të ta nis më vonë me WhatsApp. Natyrisht nuk ishte një demonstrat pa aq masive se ato që janë kundër Vučić. Patjetër. Po kishte demonstrate, kishte njerëz që ankoheshin për represion policor për përgjim, sepse thonin që nuk na lejojnë që të protestojmë kundër luftës në Izrael, në Iran për shkak të, jo në Gaza, jo në Iran, për shkak lidhjeve të ngushta që ka ishte përfshirë dhe Birni në këtë kronik, sepse tregonte se si kishte zbuluar skandalin e marrëveshjes të fsheta, po përveç tregtisë armëve që ishte shumë fishuar, ishte rritur një 70 herë. Dhe kjo është mirë ta dëgjojnë shqiptarët që mbajnë krahun e Izraelit dhe kujton se në momentin që po 2025 jemi me 75 milionë euro tregti armësh Izrael-Serbi dhe është zbuluar, e kanë thënë dhe mediat shqiptare këtë, është zbuluar dhe marrëveshja sekrete për të ndërtuar një fabrikë dronësh në Serbi me financim të Izraelit të kompanisë Elbit System, që është giganti izraelit i armëve. Pra po thoja, ka njerëz që protestojnë në Serbi. Njerëz të drejtë ka kudo. Patjetër. Edhe në Izrael ka njerëz që protestojnë. Po mbrëmë pas në lajme. Rreth 1000 vet në Haifa, sigurisht ishin rrahur nga policia në mënyrë spektakolare. Po kanë dalë kundër luftës, jo kundër një gjëje apo një gjë tjetër, nuk duan luftë fare. Natyrisht janë pakicë në Izrael. Ti kthehemi në Shqipërisë. Ti më thua që mungon rinia. Po kur do opozita shqiptare ka njerëz në shesh. Kur do qeveria ka njerëz në shesh. Njerëz që thirrën me komandë. Qoftë qeveria, qoftë. Pra, s'është se mungojnë numrat. Po ata njerëz nuk janë njerëz që bëjnë mision, kanë mision. Nëse në vitet 90 njerëz dilën në protestë sepse u kishte ardhur më të hundës. Njerëzit sot shumica dalin sepse i thresin partitë politike. Pra janë militant, janë për forcë zakonit,
Ka sigurisht edhe njerëz që kanë mlef ose kanë që ju Sa kanë gjami ka Shqipëria? Si numër eksakt nuk e di, po diku ke 800-900 xhami gjithë Shqipërinë prafërsisht. Pra kemi të themi rreth 1000 imam në Shqipëri. Po. Janë kundër luftës këta? Sigurisht janë kundër luftës. Po këta 1000 veta sikur dalin bashkë një ditë e mbushin. Këta janë pjesë e shoqërisë shqiptare si gjithë tjerët. E pra nuk është çështje numrash, për këtë po them, pra nuk është çështje se nuk ka më të rinj në Shqipëri. Sigurisht ka më pak të rinj se sa kishte në vitin 90, kjo dihet. Po. Në 90 ne kemi pasur 64.000 lindje. Tani kemi 28.000, 29.000 lindje në vit. Jo, pse po them rinia? Sepse ndikon, sepse rinia shpeshherë nuk i mendon gjërat dy herë. Janë si ata për shembull që i riu si veriu nuk ka çfarë të humbi dhe dhe kjo shpeshherë është pozitive. Ajo mundi lehtësia nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë e të riut, i si del për proteston dhe sidomos rinia nëse s'ka punë, nëse s'ka hapësirë jetese, është detyruar të protestojë dhe ta zbrazi atë mllefin e tyre kundër sistemit. Mirë, po nëse sistemi ka gjetë një valvull që ta shkarkojë këtë duke i lënë që të ikin jashtë, atëherë kush do të protestojë? Po jo, këtë sa nuk mund ta pranoj si argument sepse kjo lëvizja e lirë është në gjithë Europën. Po në Europë protestojnë njerëzit për kauza të caktuara. Okej, shikoj, kundër gjenocidit në Gaza, ka protesta në gjithë Europën. Kjo është një nga arsyet sociologjike. Pastaj përveç kësaj, jo më duket se po i jep shumë pesh demografisë, po nuk mendoj se demografia ka kaq rol. Po, okej, një nga arsyet pse ndodhi pranvera arabe, ishte demografia. Po mirë, pra jemi në Europë. Në Europë plakja e popullsisë është e gjithë ndodhur. Po këtu hyn pastaj çështja e ndjeshmërisë dhe kulturës dhe edukimit që ata kanë, që ne nuk e kemi. Po këtu duhet dal pra. Po, dakor. Marrim një gjë fare thjesht se sot e lexova në lajme. Nëse unë përmend, shiko, është e pamundur që një fenomen shoqëror, çfarëdo që të jetë, ketë vetëm një faktor të vetëm. Jeta është komplekse. Një nga ato është demografia që thash. Një nga këto është edhe arsyeja po themin që përmendëm, çështja e kulturës, çështja e edukimit, është çështja pastaj propagandës, me fjalë, ose represionit që mund të ndjek shteti këtu, sa i liri e këtu, me fjalë, liria e medias, liria e fjalës. Ka vështirësi që egzagerojmë këtë represionin e shtetit. Edhe shumë njerëz e përdorin si alibi këtë për mos u ngritur. Por ne jetojmë me lloj mendësie të trashëguar në komunizëm. Ja, unë të jap një shembull nga komuniteti musliman, me që jam brenda. Po. Komuniteti musliman është i pavarur nga shteti, po themin, institucioni i pavarur nga shteti. Nuk ka lidhje, po themin, drejt për drejt, siç ka qenë dikur. Dhe ne na vën njerëz që nuk na përfaqësojnë. Ndërkohë që si është e mundur me faqe kemi në krye njerëz që nuk na përfaqësojnë. Kur thonin na vën, kush i vë? Bie pak gjatë me shpjeguar këtë, kupton, po jo, pse ju i keni forumet e zgjedhura? Kështu duket. Po jo, pse duket? Nuk është realisht. Ju votoni. Ai manipulon zgjedhjet dikush, ma thuaj kush i manipulon. Para nuk bëhen zgjedhje, ashtu siç duhet, siç parashikon statuti i komunitetit musliman. E dyta, edhe aty ku bëhen formalisht sepse ato vendosen me emrin, do vjet ky që kemi thënë edhe mos e zgjasni, edhe atë kur ka zëra kundra. Dakor, por këto nuk është faji i qeverisë. Jo, ky nuk është faji i qeverisë, po çfarë do të them? Ky është faji juaj nëse nuk luftoni për të pasur zgjedhje të drejta. Po fajon, dhe ky cili është faji? Është fajon se një pjesë e mirë e imamëve apo e xhallarëve thonë kanë atë përshtypjen që komuniteti musliman, tash këta gyranisët që janë krye ka sjell Amerika, i mban ambasada e rrugës Elbasanit, a kupton, i mban ambasada amerikane, i mbrojnë ata, i mban shteti, kështu që ne nuk ngrihemi, nuk ndihemi. A kanë qenë pro-amerikan? Jo se jemi pro-amerikan, po s'na mban se do përplasim me shtetin, do përplasim me fuqitë e mëdha. I kanë vënë ata dhe kështu që ekziston këtë pantësie. Këne. Baba Mondi ka fotografi pafund me oficer izraelit. Po kur është kjo politikan izraelit, ta bëjmë Baba Mondin atëre kreun e të gjitha besimeve fetare në Shqipëri. Baba Mondis besoj se i përfaqëson të gjithë. Po kështu i bie, nëse është kjo logjika që këtë e do Amerika, këtë e do Izraeli. Po si ne këtë njerëz kemi. Ne nuk bëjmë përjashtim nga pjesa tjetër e popullit. Duke qenë se ne jetojmë me këtë lloj me lepurin bark. Unë kam pas me fjalë shpeshherë bëj edhe një shkrim video përpara me fjalë që hapi i parë ndryshimit është vrasja e Afrikës. Dhe shqiptarët vitet 90 e vran Afrikën prandaj u ngritën kundër regjimit. Ata që e vran. Pjesa tjetër vazhdojnë të jetojnë me atë mundësinë. Puna, ku diun, më heq nga puna, më fut në punë, më heq rrogën, më bën këtë, më bën atë. Pra ne jetojmë me këtë lloj frike, fobie do thosha, më fakt, sepse nuk është që është e tepruar. Dhe njerëzit shpeshherë më thonë ti nuk ke frikë që flet kështu hap tash. Atë ka ardhur njëri kërcënuar, të ka folur askush i kam thënë.
s'm ka ardhur. Pse du të kem frikë? Nëse jam në rregull me ligjit të shtetit. Pas mos ka kërcënuar askush. Po, tash i fort ja Okej, ka 12 vjet që jam armik i popullit, nuk lejohet punën në teatr. Po vetmja gjë është ndaluar, po e vetmja kam gjë gjetur që punë unë e ti më të kemi është që ndoshta nuk na hapin hapësira ku diun aty ku kanë mundësi ata që të japin hapësira, nuk të japin hapësira. Ndërkohë që ti je i pavarur dhe nuk ka asnjë frikë. Po pjesa më e madhe shqiptar ose një pjesë e mirë shqiptar, se do të them pjesa më e madhe, jetojnë me këtë lloj mentaliteti fobie që shteti të huaj të teoritë konspiracione që këta gjërin çdo gjë kanë çdo gjë në dorë, kupton, dhe ne trememi, jemi të kontrolluar, jemi të, kupton, kemi një lloj autocensure të pa justifikueshme. Dyshoj që është më e thellë se kaq prapë. Dyshoj që në këto 35 vjet media, arti dhe kultura, ato veprat të artit dhe të kulturës që janë ofruar shqiptarëve, ato që programe televizive që janë ofruar shqiptarëve në këto 35 vjet, kanë prodhuar një model të ri njeriu, një model njeriu egoist, indiferencë, egoizmi, individualizmi, sigurisht, patjetër, edhe kjo është, edhe kjo është një arsye. Deri në cinizëm, sepse unë nuk e kuptoj ndryshe këtë. Pse duhet të jenë slovenët që të reagojnë për shembull? Kjo është një arsye plus me fjalë, si puna, si ta thash edhe një herë, për shembull, një smundje që të shkaktohet, që dësmuar të robi njeriu, nuk mjafton vetëm një shkak. Duhet për shembull trupi të jetë i dobët. Dakor, po më gjej, lutem, sepse hap Facebookun edhe shikon revolt në Facebook. Po, njerëzit që e urrejnë Izraelin, e urrejnë Edi Ramën, e urrejnë padrejtësinë, rritjen e çmimeve, korrupsionin, vjedhjen e zgjedhjeve, i thret për të bërë një nisëm, një referendum, një peticion, një deklaratë proteste apo një protestë simbolike në rrugë, nuk vjen njeri. Sepse shikojnë interesin personal. Janë indiferent. Interesat të çfarë fitojnë kështu, se unë them që në plan afatgjat po e dëmtojnë veten të gjithë. Është subjektive ajo, do nuk mos kujto se është racionale, edhe shpesh herë interesi, për shembull, ata shpesh herë ndoshta kjo është humbje interesi në realitet, interesi personal, se nëse ti nuk mbron të mirën e përgjithshme, ti nuk mbron as mirën personale. Dhe ata mendojnë se kështu e mbrohet me interes, pra është irracionale edhe veprimi i tyre. Atyre mundohet se kështu është mirë. Hesht, rrihut, mos u ndje, sepse kjo nuk na ngacmon njerëz, se ngacmon nëse nuk kaluan njerëz, jemi rehat, nuk na ngacmon njerëz, kështu që aty në Facebook shpreh se nuk është problem, kupton ti? I lirshëm. Edi Rama ka dhënë një intervistë për mediat huaj për Politico. Ka thënë një gjë që është e vërtetë, sigurisht, e drejtë, që Shqipëria nuk ka rol të përcaktojë se ç'duhet ndodh me Iranin, sepse është një vend shumë i vogël. Por nga ana tjetër është ofruar që Shqipëria të shërbejë Amerikës për sa ka nevojë dhe për çfarë ka nevojë Amerika në luftën e saj me Iranin, duke përfshirë dhe hapësirën ajrore dhe bazat. Ti si mendon, cili duhet të jetë roli i Shqipërisë zyrtare, pastaj edhe i popullit shqiptar në këtë situatë re që po krijohet? Unë më shpreh edhe diku tjetër në media për këtë çështje. Spari Shqipëria duhet të orientohet nga interesi i saj kombëtar, gjë e para. Me fjalë siguria kombëtare, interesi kombëtar, aleancat që ajo ka. Duke e lidhur këtë jo vetëm me Shqipërinë londineze, po me Shqipërinë etnik, po them edhe me Kosovën, duke përfshirë Kosovën. Por njëkohësisht nuk mund të mbajë edhe një qëndrim amoral. Pra, minimalisht në disa raste, duke ndjekur edhe shembullin, po themi ne, të shtetit evropiane, duhet të jetë deri diku neutrale. Nuk ka pse të ngretë dy duar të pro-Izraelit, edhe pse shqiptarët janë pro-amerikan, edhe për arsye, po themi ne, gjeopolitike, po nuk ka pse. Janë akoma pro-amerikan, sepse nuk ka ca kohë që nuk janë publikuar sondazhe. Dhe përkrahja për Shtetet e Bashkuara, që ka qenë maksimale në fillim të viteve 90, ka qenë vazhdimisht në rënje. Në çdo 5 vjet që i bënte Gallup sondazhet, varet në çfarë raporti. Nëse shikon në raport me po themi në marrëdhënie që kemi ne me fqinjet, me Serbinë apo çështën e Kosovës, shqiptarët janë sigurisht janë pro-amerikan. Duke ditur me fjalë ndryrimin që bën Shteti Bashkuar. Ama nëse ka politikat e gabuara që bën Shteti Bashkuar Amerikës, për shembull, në lindjen e mes me Gazën apo Palestinën apo me Iranin, sigurisht që këtu bie edhe niveli pro-amerikanizmit. Për shkak që nuk mund ta unifikosh gjithë, pra shpesh është e sabzuar qendrimi. Dakor, po ka një prirje që duhet qartësi që është në rënje, është rënë edhe në Kosovë, po Kosova ka rreth 20% më lart se Shqipëria. Është në rënje globale ajo, në fakt për shkak të politikave të gabuara të administratës amerikane, është çështje globale besoj që nuk është vetëm Shqipëria. Pra një lloj pritje imazhi, apo nëse ndryshojnë raportet tjera, për shembull, nëse ka ngjarje të tjera,
ku Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të mbajnë qëndrime, po themin e pozitive apo më drejta, sigurisht që kthehet ajo. Besoj që ka një lloj, se njerëzit tillë emocional janë. Nëse më kujtohet 97, unë s'kam qenë këtu në 97, po të paktën kam përjetuar të lloj përshtypje, patën edhe një rritje, po themi anti-amerikane, se mund ta them kështu, sepse u akuzuar që Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin pjesë ose paktën lobby grek në Amerikë ishte pjesë e atyre që bën 97 në Shqipëri. Pra edhe në atë kohë pati një lloj, po themi nëse mund ta quajmë anti-amerikanizëm. Po s'do ta quajmë anti-amerikanizëm, po një lloj ulje të ndjenjave pro-amerikane. Kështu që ndjenjat pro-amerikane nuk besoj se lidhen gjithmonë vetëm me administratën të caktuar. Po lidhen me politikën, përgjithësi me politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ku nisur që nga Wilsoni e të tjerë. Kështu që nuk besoj shqiptarët për një farë kohë nuk besoj se do të jenë anti-amerikanë. Edhe gjitha këto që thonë, nuk dua që të jenë shqiptarët as anti-amerikan, as anti-iranian, as anti-Izrael. Shqiptarët duhet të jenë pro-shqiptar. Duhet të jenë pro-shqipërisë, dhe ajo që është e rëndësishme, paktën unë flas edhe si teolog apo si hoxh, njerëzit duhet të marrin qëndrime morale të drejta. A mundet që qëndrimi moral të drejtë të jetë njëkohësisht edhe një qëndrim pragmatist, duke i shërbyer këtij vendi duke mos e dëmtuar të, sigurisht që mundet. A është roli i fesë të kërkoj besimtarëve të mbajnë këto qëndrime të drejta morale, duke identifikuar qëndrimet pa drejta morale të qeverisë dhe të politikës? Patjetër, feja i adreson, nuk merret vetëm me çështjet, po themin, e gjunafet apo mëkatet personale të individit me cilët fundit janë brenda rrethit të tij të ngushtë, por lidhen edhe me ato që kanë bëjmë me shoqërinë, sepse shpesh ato janë më të dëmshme. Dhe qëndrimi, ne kemi shembuj në Kur'an, shembuj nga jeta e profetit, shembuj nga shokët e tij, dhe po shembuj në historinë islame, po edhe të njerëzve profetëve, njerëzve të mirë që ne i kemi si model, që kanë dalë në ballë kundër skeqjes. Madje kemi një thënie profetike e cila thotë që martiri apo dëshmori më i mirë është ai i cili ja thotë të vërtetën në sy zullumqarit, pushtetar edhe i evret. Javën e kaluar ka pasur polemika që kanë zgjatur disa ditë që kanë përfshirë presidentin Trump dhe papën. Dhe me të drejtën më ka pëlqyer qëndrimi i papës që ka ngulur këmbë duke kritikuar ata që përdorin fen për të justifikuar qëllime të mbrapshta në luftë. Ka është një qëndrim shumë moral, duke thënë që unë nuk e kam polemikën personale me Donald Trump, po jam kundër luftës dhe njerëzit duhet që të kërkojnë zgjidhje paqësore atje dhe kudo tjetër. Pse nuk shohim deklarata të tilla të klerit shqiptar? Dhe nuk e kam vetëm për hoxhallarët, e kam për të gjithë. E kam edhe për priftinët katolik dhe ortodoks, edhe për priftinët e komuniteteve të tjera më të vogla të krishterë. Sigurisht e kam dhe për Baba Mondin që është, nuk duhet të bëj komente se s'duhet të fyej askënd, po domethënë nuk kam dëgjuar reagime në emër të paqes, në emër të dialogut. Reagimet janë të kufizuar dhe ndoshta jo në nivel institucional të lartë institucional. Janë gjithmonë me këto nivelin që mos prishim qef me asnjë, dhe shpeshherë kur kam bërë 1-2 herë reagime. Një herë ka bërë komuniteti musliman fillim atë kur u godit spitali, ato ditë e para, po ishte reagim shumë i vakët edhe shumë kështu. Edhe më duket se kanë bërë bashkësitë fetare, po një reagime shumë kështu, me fjalë që mos prishet qefi askujt. Me fjalë kanë një lloj, si di, hezitimi, në fundit nuk e di, janë njerëz që janë rroktar, s'po du të flas paktën për të tjerë se këta miti njoh më mirë se sa ata të tjerët, dhe janë rroktar dhe nuk janë misionar. Ti merr rastin e, për shembull, kur erdhi presidenti Izraelit, që erdhi këtu, Herzog, ata që donin ta prisin ishin muslimanët. Baba Mondi dhe në kryetari komunitetit musliman. Nuk kisha asnjë as katolik, as ortodoks, as protestant. Ishte katastrofë. Me fjalë, ty të dhimbsen më tepër apo i dhimbsen atyre. Me fjalë, duhet të dhimbsen ty më tepër, sepse në fundit ata edhe pse janë arab janë musliman. Ndërkohë që as katolikët asnjë krishter nuk ishte, priste Herzogun. Dhe dolën këta muslimanët, Baba Mondi edhe në kryetari komunitetit. Këta janë ata që i quajtë më herët gylenistë? Po. Kryetari komuniteti musliman është gjithë gylenistë. Ose 90% po themen. Po mirë, çfarë zgjidhje kanë muslimanët shqiptarë që të mos kenë në krye gylenistë, nëse ata vetë nuk janë të njëjtën zgjidhje që kanë dhe shqiptarët që mos kenë ramën apo njerëz që na abuzojnë. E njëjta zgjidhje, nuk jemi pjesë e këtij populli, pjesë e kësaj shoqërie. Kemi të njëjtat, po themin, ndoshta mund të jetë pjesa më e shëndosh për shkak se jemi të larguar nga shumë vese që mund të ketë pjesë e shoqërisë, por në fundit jemi pjesë e kësaj shoqërie dhe kemi një të mangësi. Apatik edhe jo. Po. Domethënë presim që ta vi zgjidhja nga jashtë. Po. Si këta që shkruajnë në Facebook që o Iran lëshon një raketë në Surrel. Po.
ose ke parlamenti. Irani do të zgjidhë problemin që kemi me Edi Rama. Populli thot i zotin nxjerr gomarin nga balta. Eksakt pra. Dhe pastaj jo vetëm kaq, po një zgjidhje e tillë nuk është kur zgjidhje, sepse ja ra raketa. E bëri atë. Do vë një ram tjetër. Eksakt, po çfarë një Elis Aspiropali, një taulan të ballë, pse duhet më e mirë Shqipëria se vdiqje Edi Rama? Po patjetër. Prandaj jam tifoz për vdekjen e askujt. Po patjetër. Bëj debate vazhdimisht, sidomos me Mustafa Nanon, që e kam tash u bë 3 vjet që debatojmë. Dhe unë ngul këmbë që nuk është Netanyahu problemi i Izraelit. Nuk kuptimi që hoqë Netanyahu dhe nuk ndryshon Izraeli. Sigurisht, ai është produkti atij midisi. Po një ushtri që shkon vjet plaçkit, shkatron pa pasur arsye ushtarake. Pasi shkatron e xhiron të gjithën, e transmeton të gjithën live në TikTok, në Instagram, në rrjetet tjera sociale. E para është një ushtri që s'ka frikë nga ligji, e dyta është një ushtri që s'ka moral. Se të tallesh me viktimën, të shkosh të veshësh të linjtat e grave palestineze, mbasi i ke shkatruar shtëpinë, i ke vrarë me gra me fëmijë të gjithë. Apo të shkosh të pjekësh mish duke ditur që era që fryt do ta çojë aromën e mishit të pjekur në Gaza, ku njerëzit po vdesin urije. Madje nuk është vetëm çështje ushtrie atje. Unë lexoja para sa kohësh është një gazetar izraelit, Gideon Levi, ai është goxha kundërlues, luftës dhe ai thotë një nga më të mençurit. Dhe ka marrë dhe çmim ndërkombëtar, po dhe vet aty me fjalë. Ai thotë që habia ashtu thotë që njerëzit janë të çmendur, thotë shumica këtu thotë dhe nuk e kuptojnë thotë. Me fjalë janë të prirur për luftë dhe ata që janë kundra luftës dhe janë me këmbë tok janë pakic. Pra është një shoqëri e eksituar, ku diun e gjitha me fjalë që janë është kthyer në një lloj kulture popullore tek ata. Nuk e bën përshtypje as gjenocidi, as masakrat, as lloj gjëje. Ka një shprehje të popullore thonë që kur njeriu thotë është i sigurt nga ndëshkimi, thotë sillet shumë keq. Kështu që ata ndjen veten si zot në atë vend aty, që s'na gjikonin asnjëri, përdesa kemi Shtetet Bashkuara Amerikës që na mbron neve, bieri këtyre arabëve, plus edhe retorika atje edhe çuditshme edhe këtë majtët sioniste. Me fjalë sioniste e majt, sioniste e djath, sioniste fetare, e gjitha është një lloj retorike raciste. Jo vetëm fetare, por raciste me fjalë. Është edhe anti-krishter. Sigurisht. Dhe këtë nuk e din. Po, para pak ditësh, nuk e di e pe që ata në Liban se çfarë nga ndodhin. Ata kanë zhvendosur 1 milion libanes, ndërmjet tyre muslimanët krishterë, dhe ai ushtar izraelit që thyente atë. Jo vetëm ajo, kanë rrëzuar të një statuj në kishën e Shëngjergjit me buldozer. Edhe vetëm se doli publike ata kërkon këta politikanët falje kuptonte, se po mos kishte dalë ata. Miles para ca kohësh, ky ekstremi i djathtë që është ekstremi hardime, që është hardive që këta janë ultraortodoksët, patën kërkuar një ligj që të miratohej në Knesset, në parlamentin izraelit, që të ndalonte predikuesit e krishterë të predikonin në Izrael dhe dënoheshin me 3 vite burg. Po, kam përshtypjen që ka kaluar ky ligj, është miratuar. Nuk kaloi Netanyahu nuk e la sepse do të bësh probleme tha me Amerikën. Do ngrihen ata, do ngrihen ata protestantë që na mbështesin edhe kështu. Po, pavarësisht kësaj, ata që bëjnë këtë mëkat sipas këtyre radikalëve çifut, pra që shpërndajnë Biblën që flasin për Krishtin në rrugë, shpesh sulmohen, përshtyhen, rrihen. Po sepse rrihen nga fëmijë dhe nga pleq, dhe kjo është e çuditshme. Sepse doktrinalisht hebraizmi apo judaizmi, më saktë është judaizmi, jehudi që i thon ata, nuk pranon Trinitetin, nuk e pranon Jezusin e tjera këto, kështu që mirë, dakor, të gjitha fet kanë pikandarje. Por në një shoqëri demokratike ti lejohesh në mënyrë të lirë të zgjedhësh besimin tënd dhe të ndjekësh besimin tënd dhe ta propagandosh besimin tënd. Izraeli po shkon edhe për arsye demografike drejt një shteti judaik. Që e kanë për me ligj. Flasë demografisht. E kanë shpallur me ligj shtet të çifutëve dhe demografikisht flas. Me fjalë ata hardimët që ultraortodoksët që janë ata, këto ata bëjnë shumë fëmijë. Ata nëse në fillimet e Izraelit ishin 100.000, 200.000, tash sot janë mbi 1 milion. Dhe fora se ata bëjnë vetëm fëmijë, nuk punojnë, vetëm as shkojnë në ushtri dhe shteti i mban ata. Mban dhe për arsye dhe prandaj ata kanë alancë me Netanyahun sepse intereson politikisht që të
të shteti. Pra, ka një lloj, edhe pse në thelb ata është e çuditshme, ata nuk janë sionistë. Cilin krah politik Nuk janë sionistë, po. duhet Interes. të drejtohet qytetari nga e majta apo nga djathta? Vetëm mos u nxito, ta bëj parastrimin e plot. Të djathtët të gjithë Europën dhe Amerikën e Veriut janë për krahas të Izraelit. Me diferenca të vogla, po janë për krahas të Izraelit. Të majtët janë për krahas të agjendës gjinore. Unë personalisht nuk mbështes asnjërin as tjetrën. Kështu që unë jam mu bën ja 2 zgjedhje që nuk votoj. Çfarë duhet bëjnë njerëzit në këtë situatë? Kjo është e drejtë, dhe kjo është një dilemë e madhe. Është një dilemë e madhe. Dhe unë jam bashkë me ty me fjalë, që duke qenë për fakt keq e djathta ka degraduar në racizëm, në ksenofobi ndaj të huajve, ndaj muslimanëve, në islamofobi, ndërkohë që e majta ka degraduar në këto agjendat woke LGBT. Kështu që janë për moment janë të dyja të pa A mendon se në të vërtet ka bashkëpunim mes majtës dhe djathtës? Ato nuk janë besoj se janë spektra me fjalë të ndara me thik, po ka momente që edhe ka bashkëpunim, patjetër që ka bashkëpunim, sepse përderisa i lidhin interesa politike. Shiko, nëse të majtët na thonë që na duhet një identitet digital, na duhen pasaporta shëndetësore digitale dhe të aksesueshme nga të gjitha autoritetet e botës. Na duhet një monedhë digjitale dhe të gjitha këto janë për arsye të sigurisë tonë. Por të djathtët na thonë që duhet identitet digital për të parandaluar terrorizmin. Duhet kontroll i retinës së syrit, ADN-s, gjurmëve të gishtave. Nuk e di se çfarë do kërkojnë tjetër, diagramën e zemrës, portretin natyrisht dhe kokën në modelin 3D digital. Në emër të luftës kundër terrorizmit. A nuk të duket se konvergojnë në një pikë, thjesht kanë zgjedhur 2 rrugica, na kanë lënë të drejtën e zgjedhjes, iluzionin e zgjedhjes. Përveç kësaj, njëra rrugica apo tjetra, po të dyja rrugicat çojnë në të njëjtin fund. Unë besoj se e djatha ka rënë pellgun e smajtës, ka degraduar. Por unë po citoj një Roger Scruton, është një konservator i djathtë angles, filozof, ka një libër që është thjesht i djathtë për këtyre në shqip. Dhe ai thotë që në fillim të librit thotë që mbi 70% thot intelektualëve thot edhe në universitete më thet thashë vëndi janë të majtët. Dhe 30% që janë të djathtë e nuk ekspozohen. E djathta ka humbur njerëzit intelektual. Ka vetëm kanë rënë në batakun e së majtës me populizma edhe me njerëz që janë në nivelin mesatar të inteligjencës. Mendoj që ka akoma ndarje majtë djathtë në politikë. Unë në këndvështrimin tip modest mendoj që ka pasur po sot e shkëtyr më tepër çështje interesash. Unë mendoj që ka pasur një ndarje të qartë doktrinore deri në vitin 90, kur ekzistonte kampi socialist, detyrimisht do kishte. Por pas vitit 90, me lindjen e globalizmit, me zhdukjen e kufive, me krijimin e korporatave dhe të konglomeratave të mëdha tregtare, bankare, industriale, që tashmë shtrihen pa kufi, sidomos me krijimin e këtyre që quhen fonde investimesh, ku ti mund të jesh pronar i 7-8 industrive më të mëdha të botës pa qenë fare i dukshëm. Dhe natyrisht pa përfillur kufi shtetëror, sepse ti ke investuar në disa kompani shumë këmbshme. Mendoj që ka rënë ndarja e mirëfillt i majtë dhe i djathtë, dhe unë personalisht në mënyrë modeste them që sot ndarja është në populist dhe në elitist. Pra njerëz që mbrojnë një elit dhe njerëz që mbrojnë drejtën e popullit për vetëvendosje. Patjetër është e vërtet kjo, pavarësisht se ngelen ato, sepse nuk ka gjithmonë ndarje me thik. Por sigurisht kjo është e vërtet, kjo që thësh është saktë, dhe unë jam dakord me këtë që the. A duhet pra të luftojmë në këtë drejtim që njerëzit të kenë të drejtë zgjedhje, njerëzit të pyeten, shiko, të bëj një batut që më pëlqen, e kam bërë shpesh. Di ndonjë luftë që ka filluar me referendum? Nuk më kujtohet. S'ka më kemi lexuar diçka se nuk ndodh kurrë, se as një popull, as ai për cilin ne mund të kemi paragjykimin më të madh, mund të kemi fobinë më të madhe. As izraelitët nuk e fillojnë një luftë me referendum. Po ti thrasësh, ti pyesësh, a doni luftë apo jo? Po justifikimi gjithmonë është që përfaqësuesit tan e bëjnë atë punë. Përderisa kemi zgjedhur, ata
Pra po, prandaj unë jam kundër demokracisë përfaqësuese, jam për demokracinë direkte. Se në Zvicër. Po. Deri ku. Po. Më thuaj dashur, çfarë duhet të bëjnë shqiptarët për të pasur jetë më të mirë personale, familjare, komunitare, pra të rrethit ku banojnë ose rrethit profesional, dhe në fund si komp. Një nga të metat që kemi në shqiptarët, jo se kemi vetëm ne, po të paktën ne jemi shumë të përçarë dhe nuk e duam njëri tjetrin. Duke mos dashur njëri tjetrin, e paragjykojmë njëri tjetrin, dhe nuk jemi në gjendje të krijojmë një shoqëri që jeton në bashkësi. Merë një shembull për shembull që është në Zum Lemeri nga kooperativat bujqësore në kohën e komunizmit, që i shërbenin regjimit, dhe sot, duke ditur që toka është e pakët në pjesën e madhe është malore, njerëzit nuk bëjnë kooperative private. Secili do ato dy dylimshin e vet, ka të dylimshin e vet, ndërkohë që ajo nuk është rentabel. Pse? Sepse nuk duan të bëjnë biznes me komshiun, me vllajën, me kushëririn. Dhe shikoj shumica e bizneseve këtu ke ne, ja, biznese familjare, individuale. A ka rol feja për të luajtur në këtë mes? Për këtë paqëtim të shpirtit, për këtë feja ka rol, të bashkëpunimit. Feja ka rol, por mos harrojmë se në çfarë kushtesh është feja, kur erdhi feja tek shekularizmi, projekti i shekularizimit ka qenë nga më të egërt në Shqipëri. Por mos nga më ekstremt ka qenë, sepse ka qenë një projekt shekularizues ekstrem, nëse edhe në Bashkimin Sovjetik nuk u ndalua, po themin e feja, pavarësisht ata ishin komunistë dhe ishin ateist, këtu u ndalua plotësisht. Kështu që këtu u rrënua çdo gjë. Sigurisht që është frymë projekti shekularist ka ndodhur edhe në Perëndim, edhe në Europë, kupton, po ata nuk ishin në ekstrem. Kështu që feja është rrënuar këtu pothuajse afër zerrës. Kështu që edhe ringritja e fesë, mos kujto se është e lehtë në këtë lloj kushtesh. Do kohë. Por më tepër që fryma në cilën jetojnë njerëzit sot nuk është frymë që shkon drejt fesë. Nuk presun të bëjnë hoxhallarët mrekullira brenda ditës. Unë pres një rol më aktiv në shoqëri. Shiko, hoxhallarët dhe priftinjt janë pjesë e kësaj shoqërie. Priftinjt ka disa korrente katolike që mundohen të bëjnë shkolla profesionale, kurse formimi, të orientojnë popullsinë vendore atje ku ndodhen në punësim, që të ndihmojnë sa të jetë mundur ekonomikisht ringritjen e zonës. Po, roli i fesë është vetëm rol, vetëm rol social për t'i ardhur në ndihmën nevojtarëve, apo rol edhe, po themin, social për t'i kurajuar, për t'i dhënë njerëzve kurajo që të ngrihen kundër skeqjes? Unë mendoj që xhamia dhe kisha mund t'i bëjnë të dyja. Të dyja. Po roli i fesë, për shkak se edhe shteti laik, sidomos modeli i laicitetit francez që është shumë i pëlqyer këtu kene, edhe për shkak të trashëgimisë komuniste, është që feja të rri aty ke shtëpia, të rri aty ke xhamia, të rri ke kisha, të merret me botën tjetër, ndihmoj njerëzit, edhe mos të hap gojë për çështje politike. Po këto tha Donald Trump, këto tha J.D. Vance. Të rri papa tha të merret me çështjet e ai ka për katolikët, se ai vetë protestant ata për rreth të gjithë predikuesi ka ata, me fjalë, duke thënë që nga Marco Rubio, Hexi dhe gjithë ata, me fjalë, këshilltarët i ka të gjithë i ka Paula White njëri që është një çmendur totale, një histerike. I ka, po, nga që është edhe rivaliteti, po themin, e evangjelist protestant. Dhe që vetëm politik bëjnë nga mëngjesit deri në darkë. Vetëm nxitje për luftë. Ka propagandë fetare. Qeveritë ato duan gjithmonë ta kontrollojnë ti kontrollojnë dhe komunitetet fetare, natyrisht edhe udhëheqësi shpirtëror fetar. Domethënë unë them çfarë duhet bëjnë njerëzit që ta bëjnë jetën më të mirë. Më the, të fillojnë ta duan të bashkëpunojnë komshiu me komshiun. Ata që kanë dy dynim tokë të bashkohen në kooperativa. Bukuri. Tjetër çfarë duhet bëjmë? Kjo mendoj është se po e lëshojmë këtë vend, kam përshtypjen. Kam frikë se po e lëshojmë. Unë besoj se kjo është thelbësorja, sepse kjo gjeneron korrupsion, gjeneron mosbesimin. Mbi gjitha gjeneron mosbesimin. Dhe në momentin që ti ke mosbesim, kjo reflektohet edhe në shoqërinë pjesë të tjetër. Në momentin që e justifikoj, po themin, këtë mosbesim për shkak se ai vllai kushërimi i miku ma ka futur, më ka mashtruar, kupton ti? Nëse jo 100%, po 5% që mund të jetë realitet, kjo më detyron që edhe mua të sillem në një mënyrë të tillë. Dhe kjo unë besoj se mosbesimi që kemi ke njëri tjetrit, mosdashuria që ne kemi tjetër, është një nga themra akili që gjeneron gjithë këto që kemi ne. Kjo e para. Dhe e dyta,
besoj se ka nevojë njeriu për një lloj idealizmi. E kemi humbur idealizmin. Nëse në kohën e komunizmit kishin idealizëm utopik që do bëshim parajsa në këtë botë, pra që ishte me fjalë puno ti për brezat e arshëm, ndërkohë që ti as kishe as lloj lidhje. Duhet një lloj idealizmi. Idealizmi për ta dashur këtë vend që i vetmi që mund ta mbush dhe ka mbushur për mira vjet njerëzimin, që mban me një lloj idealizmi dhe që mban njeriu në kontroll, që ka bërë njeriu në fundit, të jetë është besimi. Trascendenca. Që njeriu beson të diçka e përteshme, sepse njeriu nuk ndishkon të diçka e përteshme, nuk motivohet nga asgjë. Edhe ata që janë ateist. Në thelb nuk janë ateist, sepse ata besojnë tek një e përteme. Pra tek ajo çka është e mirë, po e mira gjithmonë është e përteme. Është e trashëndon njeriu, e kalon njeriu. Sepse nëse ti redukton njeriu në një qenie tërësisht materiale, atëherë ajo që darwinizmi social, me fjalë gjithë secili lufton për mbijetesa, kupton? Dhe nuk ka asnjë lloj kuptimi, unë fundi shikoj interesin tim, as më intereson as kaos kombëtare, as kaos fetare, as dashuri për prindërit. Unë jam një njeri i cili bota fillon me mua dhe mbaron me mua. Por duke qenë se njeriu nuk është i tillë, nuk është një qenie e tillë, sepse vetë jeta tregon që njeriu ka diçka të përtejme, kështu që mirë, po duhet ta adresoj këtë. Duhet ta adresoj këtë përtejsi. Dhe nuk do ta adresoj atë vetëm përmes ideologjive materialiste, sepse në fund fare e përfundon si puna e komunizmit, sa fashizmit, apo gjëra të tjera që kanë këto. Kështu që besimi fetar mund ta luajë këtë rol. Por ka nevojë që këtë lloj hapësire besimi fetar e ta fitoj vet, por edhe shoqëria ta kuptojë që i duhet dhënë hapësire besimit fetar më tepër në këtë drejtim. Kam përshtypjen që problemi që kemi është mungesa e komunikimit. Dje kam asistuar në një dialog midis një të krishteri dhe një ateisti. Ishtin Kaun Serjani dhe Mustafa Nano. Mendoj që debatet të tilla apo dialogje të tilla duhet bëhen sa më shpesh. Dhe mbase të dy palët, si unë tani po flas si ateist, si ti që e fetar, do kuptojmë që kemi më shumë gjëra që na bashkojnë se sa na ndajnë, pavarësisht qëndrimeve të ndryshme që ne kemi për ekzistencën e Zotit. Sepse në fund të gjithë duam të kemi fëmijë, të rrisim qetësinë, paqe, të edukojmë, të bëjmë njerëz të aftë për jetën, nuk duam të shohim dhunë, nuk duam të shohim gjak, nuk duam të ne i prek kush fëmijët, as me agjenda gjinore, as me plumba, as me bomba. Dhe besoj që duke folur, ne i gjejmë pikat e përbashkëta dhe mund të bashkëpunojmë edhe duke qenë patjetër, por të ndryshme dhe me uniforma të ndryshme. Kastro, do të kuptosh diçka që shpesh herë njeriu nuk është konsistent logjik me atë çka beson vet, ose ka bindjen vet. Sepse jeta të imponon detyrosh mos jesh i tillë. Pra njeriu mund të jetë kontradiktor në jetën e tij, jo gjithmonë logjik. Dhe është e rëndësishme të kuptojnë që unë nuk besoj se ka ateist në botë që të jetë në thellësinë e shpirtit ateist. Po ku di unë jam besoj. Je nuk besoj se ti ateist. Nëse do të hym thellë, por nuk është momenti këtu të shkojmë. Okej, do ta bëjmë një herë tjetër. Një herë tjetër që edhe ti ateist në thellë, sepse është i panatyrshëm ateizmi. Ateizmi është i panatyrshëm. Dhe gjitha studimet, edhe konstatimet, një nga tezat e pjesë e doktoraturës e kam pasur këtë pjesë, edhe pse ka qenë e pjesëme, që ateizmi është ideologji, është ideologjizuar, nuk është feja. Ateizmi është i imponuar, pra i edukuar. Fëmijët nuk lindin ateist. Pra, ku do dalë? Do dalë te kjo që edhe ato vlera shpirtërore, edhe ato që ju thatë me fjalë që unë dua këto, në thelb janë vlera thellësisht njerëzore, po që janë të lidhura pazgjithshmërisht me fen, me besimin, ose me përtejsinë, nëse mund ta lidhësh pa ta përdor pak term kështu abstrakt, janë të lidhur me trascendencën e njeriu. Për njeriu gjithmonë trascendon veten, sepse nëse nuk e trascendon veten, edhe e redukton veten në një qenie materiale, ai nuk ka kuptim jeta për ta. Po pra, ndërkohë që nuk e kemi zgjidhur këtë dilemë me njëri tjetrin, që mund ta diskutojmë një herë tjetër, a mund të ta shohim njëri tjetrin për atë që jemi, si pjesë e kësaj gjë së madhe, patjetër. Populizmit, që na e quajnë si gjë të keqe, po unë e quaj ndjesia të qenit antar i një grupi të madh, një populli që ka hallet përbashkëta, qëllime dhe shpresat përbashkëta. Po t'jap shembullin më të thjeshtë që e përmenda në fillim të bisedës sonë. Ligji për barazinë gjinore. Çfarë pengon një musliman, një krishter,
që të bashkëpunojnë me një ateist, që ky ligj të shfuqizohet, asgjë nuk e pengon. që të zëvendësohet me ligje të tjera më të mira që mbrojnë familjen dhe që mbrojnë Ne fëmijët dhe mbrojnë rolin e prindit në edukimin e para fëmijës. sa kemi mundur, ne kemi bashkëpunuar me të gjithë, edhe me të krishterë, edhe jo të krishterë, edhe musliman dhe musliman, për të kundërvënë agjendës LGBT. Për shembull, Deri tani kemi dështuar të gjithë. Edhe ju dhe ne. Domethënë po e quaj veten ne ateistët. Për shembull nuk e Edhe ke ju dëgjuar për shembull besimtarët. koalicioni pro familjes. Ligji kaloi. Koalicioni pro familjes nëse ke parasysh. Po. Po aty ka të krishterë dhe muslimanë. E di. Akili, Pano, E di. është forum musliman i Shqipërisë. Po kjo tregon që ne jemi të paorganizuar, jemi të dobët, jemi paragjykues të njëri tjetrit. Pra kthejmë pikërisht tek ajo që okay, ky është krishter, ky është musliman, po edhe pse më bashkojnë këto pikat përbashkëta, pritse. Po kjo për ajo që mua më revolton me njerëz. E gjejnë shumë kollaj arsye për të ndarë njëri tjetrin. Po një të arsye që ne gjejmë për mos të bëjmë biznes me unë i krishter, ti musliman. Qofse jemi të dy musliman, unë sunit, ti shia. Pastaj ti nga veriu, unë jam nga veriu, unë jam nga jugu, ti me Barcelonën, unë nga Real, falem këtu. Kështu që edhe përfundimi i cili është një shoqëri e fragmentuar, e copsuar si shrapnel. Sepse ne nuk duam njëri tjetrin. Me fjalë historikisht, po më duket se s'duam as veten, po patjetër, po nuk deshet tjetër, nuk do as veten. Sepse se nuk është logjike, është irracional. Unë edhe nuk duhet thjesht të kem dashuri për ty. Unë kam interes për bashkët me ty. Dashuri, po flas dashuri. Unë jetoj me ty në një qytet, ndaj Tiranës me ty. Patjetër. Që të ketë trafik më të mirë Tirana, të ketë vende parkimi, është interes. Imi dhe joti, pse duhet të jetë patjetër dashuri edhe përkatësi grupis. Dashuri nuk është në kuptimin e siç ti do prindin apo familjen, e kupton ti. Po mos i duket gjë e madhe tjetrit kur i thua që duhet ta duash tjetrin. Mor mos e duaj më. Mor po mbaje i natën dhe komshiut. A ke interes të pastrosh plerat mirë bashkë? Pas mund të mos i hedhësh plerat jashtë kazanit. Interesi është i lidhur me një lloj humanizmi. Dhe ti nuk mund të jesh mekanik me atë tjetrin, sepse ti je qenie humane, ke emocione, ke shpirt, nuk je vetëm një makinë. Me fjalë makinat kanë interes të bashkëpunojnë, e kupton, sepse nuk prishen. Po ne jemi qenie humane dhe kemi ndjenja në njëri tjetrit. Dhe këtë lloj ndjenja, nëse ne nuk i kemi për një tjetër, pra ne nuk duam njëri tjetrin në kuptimin minimal të fjalës. Edhe duam t'ia fusim njëri tjetrin, nuk kemi besim tek njëri tjetri, kemi paragjykim tek njëri tjetri, sepse të gjithë themin e vjedhin, gjithë mashtrojnë, edhe të gjithë shikojnë interesin e tyre personal, atëherë ne nuk mund të bëjmë një lloj shoqërie të shëndosh. Dhe unë besoj se një nga problemet më të mëdha që kemi në shqiptar, nuk besoj se komunizmi ka qenë i vetmi që unë kam lexuar historinë dhe kemi pasur edhe probleme më herët, po komunizmi ja thelloi këtë. E sidomos tash kjo periudha një mësa që demokracia apo postkomunizëm apo thonë, që e thelloi akoma më tepër që njerëzit për shkak të frymës globale që ka një lloj individualizmi kur gjithë secili shikon hallin e vet, punën e vet, interesin e vet, ne ka bërë edhe më keq se sa ç'kemi qenë. Me fjalë, nëse unë para viteve 90 i njihsha gjithë po themin e komshit e pallatit nga i pari deri te fundit dhe ndajshim me ta edhe gëzimet edhe hidhërimet, a kupton ti? Unë sot vetëm një pjesë njoft pallatit, vetëm unë përshëndetem kur hym në ashensor, një pjesë as nuk përshëndesin, e kupton? Dhe bëja fjalë për shemb minimalisht, sepse jemi një shqiptar, si mund ta zgjidhim këtë punë? Prishet ashensori pallatit dhe njerëzit nuk kontribuojnë për ta rregulluar atë. Po s'do vi shteti ta rregullojë, se është privat. Do të paguajmë që të gjithë, prishur pompa e ujit, do të paguajmë që të gjithë se të rregullohet. Jo, nuk paguaj unë se i vjedh ky, i vjedh ai. Hajde ta bëjmë bashkë, jo unë s'merr me atë punë. Çfarë është kjo? Nuk e di, prandaj po të pyes si sociolog se ke bërë studim për sociologji. Kjo është irracionalitet me fjalë, sepse ne kemi rënë në atë lloj niveli ku edhe ajo që është e mirë nuk e kuptojmë si të mirë. A mi jemi irracional edhe në interesin personal. Dhe kjo për shkak se nuk kemi besim me njëri tjetrin. Kemi humbur besim tek njëri tjetri. Dhe që kultivohet besimi tek njëri tjetri, kjo do fillojë që edukimi që në familje, në kopësht, në shkollë, në arsim, kudo. Edhe në politikë sigurisht, që është maja e piramidës organizimit social. Do ne të arrisim pak humorin dhe moralin e njerëzve, mund ta mbyllim me një mesazh pozitiv. Përveç asaj që thash unë që mund të kemi një bashkëpunim për ndalimin e agjendës gjinore. A ka një gjë tjetër që mund ta bëjmë bashkë? Ka shumë gjëra që mund të bëj bashkë. Po më thuaj. Ne mund të bëjmë këtë vend fundit. Po kjo është një gjë e madhe, po them gjërat e vogla për të shkuar tek e madhja. Po minimalisht ajo që unë them që ne kemi nevojë të ndërgjegjësohemi.
kemi ndërvojë të gjejmë mësojmë që kemi mjaft gjëra përbashkëta siç e the ti, po edhe ato gjërat që na ndajmë mund t'i konsumojmë, edhe mund t'i zbusim, edhe mund t'i parafrojmë, mund t'i parafrojmë njëri tjetrin, dhe mund të kuptojmë që ne këtë vend kemi, këtë vend na ka dhënë Zoti, dhe duhet të jetojmë në këtë vend. Duam s'duam. Me atë këmshiun ton, me atë vllajën ton, i keq ose i mirë. Dhe nuk kemi, dhe ai nuk ka për të zhdukur asnjëherë. Kështu që duhet detyrohemi të imponojmë vetes tonë që do të jetojmë me njëri tjetrin, na pëlqen apo nuk na pëlqen tjetri, dhe duke kuptuar këtë që është në interesin tonë, edhe si njerëz, si individ, po edhe si shqiptar, edhe si kom, vetëm përmes të ndërgjegjësimit them që është hapi i parë. Njerëzit kanë nevojë të ndërgjegjësohen. Ndërgjegjësimi bëhet përmes asaj që ju thatë me fjalë komunikimit, debateve, diskutimit dhe mos urrëties. Paragjykimit, ne kemi paragjikimin shumë të theksuar. Këto stereotipet lokale ne kemi të theksuar. Ky është nga jugu, ky është nga veriu, ky është malok, ky është fshatar, ky është ku diun kështu ashtu, i kemi shumë të theksuar. Ky është i gatshëm për debate publike me çështje të kësaj natyre? Un kam dalë me fjalë. Jo, me publik, me pyetje përgjigje nga publiku. Patjetër, ne hoxhallar jemi gjithmonë në presionin e publikut. Okej, do ta bëjmë një provë. Sepse unë kam shumë qejf kulturën e debatit dhe kam bindjen se vetëm debatin na jep zgjidhjet edhe na shman konfliktet dhe luftrat. Debat ose diskutim konstruktiv themi, se debati shpeshherë vjen pozita mbrojtëse dhe gjithmonë ti do të fitosh. Këta dje e quhenin dialog në fakt. Okej, nuk këta që kanë bërë. Dakor, më quhen dialog, pa rëndësi ka kjo, rëndësi ka që të flasin. Patjetër. Jo të na komandoj ky, jo të komunikojmë bashkë përmes këtij, sepse këtë e kontrollon tjetër kush. Jo vetëm e kontrollon, po ajo të bën ty duke qenë të krijon distancë, krijon edhe negativitet. Distancë duhet të hap temë tjetër tani, po pash dietë te Al Jazeera në Malajzi rritje të vetvrasjeve tek adoleshentët sepse luanin bixhoz me celular. Instalonin një aplikacion, fëmijët prindët nuk dinin gjë hiç. Aplikacioni ishte i dizenjuar për njerëz me të ardhurat të pakta, ti bëje bet me 2 cent, ku diun, të euros apo të dollarit, por pastaj ti humbshe 40 euro që ishin gjithçka që ti kishe, se ti ato kishe lypur gjithë ditën për të fituar ato 40 euro. Dhe njerëzit përfundonin vetvrasje, ndërkohë që prindët nuk dinë asgjë. Patjetër. Ja kemi lënë edukimin e fëmijëve këtij. Kjo është një e mirë e keqe që ka sjellë këqija mbrapa. Po i më celulari mund të jetë shumë i mirë si një, por nuk është për fëmijët një, edhe e dyta duhet të ketë kontroll prindëror. Patjetër. Ç'është kjo punë të rritet fëmia dhe unë mos e di çfarë po mendon fëmia im? Është shumë e madhe. Është shumë e madhe se ne, por unë besoj. Flasim një herë tjetër, po kesh kohë për edukimin e fëmijëve. Unë 2 fjalë kam për ta mbyllur, kupton, se kjo është çështje sistemi. Dhe sistemi është më i madh se sa individ, por besoj që edhe pse sistemin ne nuk mund ta përmbysim apo po ta ndryshojmë të bëjë një kthes të madhe, duhet bërë rezistencë. Sepse rezistenca minimalisht të mbron ty si individ edhe familjen tënde, dhe pastaj sigurisht që ndryshimi do të vijë një ditë. E në mos qoftë sot, nesër, po do të vijë, sepse historia e tillë është. Historia njerëzore është me përmbysje, me kështu. Por duhet bërë rezistencë, sepse në fundit është në delin apo në genin njerëzor që të rezistojë. Dhe këtë nuk mund ta bëj vetëm se njëri i cili ka karakter moral edhe e shikon, po themi ne, jetën përtej asaj përditshmërisë së tij, nuk është një aktor, thjesht konsumator. E krijon jetën, jo thjesht konsumon. Justinian Topulli, shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit për ftesën. Shpresoj që do të jesh prapë në këtë studio, po pse jo të bëjmë edhe dialogje publike në salla me qytetarët. Këtu përfundon emisioni për natën e sotme. Ju uroj të gjithëve një fundjavë të këndshme, do të shihemi bashkë javën tjetër. Mirupafshim.